kemi rastin shumë interesant në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, kur është bë Emirul Mu'minin, është bë domethënë halifetu Rasulillah, është bë kryetar shteti, e përcakton Omerin radhiyallahu ta'ala anhu si gjykatës të shtetit. Edhe Omeri bëhet gjykatës. Mirë, po mbas një kohe, Omeri vjen te Abu Bekri dhe thot, du me thonë ndërheqje. Du me u largu prej kësaj pozite. Dhe Abu Bekri nuk e pranon dot. Si dal ti je njëri më i duhur për këtë pozitë që e ke. Thot vallahi thot jo. Arsyeja, se prej momentit kur jam caktu si gjykatës deri më sot asnjë land, asnjë ankesë nuk ka ardhur. Ai që ka frikë Allahun azza wa jall, nuk ka nevojë as të gjykata me shku. Se nuk i bën dëm tjetrit. Prandaj Omeri thot si gjykatës nuk du më këtë pozitë, du diçka tjetër se po marr rrog pa vepru asnjë gjë, pa punu asnjë gjë, duke nejt. E sot gjëja më e bukur është me punu diçka edhe mos me vepru asgjë. Këto dy ndjenja pastaj rregullojnë gjithë shoqërinë dhe jo vetëm thjesht të brendshme në individin. Prandaj se ana shpirtërore e rregullon edhe shoqërinë. Se kur të kesh, do me thonë, edhe në komunikacion, e ke pas, subhanallah, në komunikacion, kur kemi nga njëherë që ajo mëshira Allah të Azza wa Jall, kur ashtu, ja, edhe pse nuk kanë drejt i dhajnë përparësi njëri tjetrit. Në komunikacion, thjesht, ose zotin apo dhe kemi frikë mos me hyn hak, mos me dëmtuar. Të gjitha, ama krejt kjo është më shumë, është në aspektin shpirtëror.